rasizëm as gjana të tilla, mirë po një gjë e tillë pa qenë prezent dhe pa e një që thojnë me vesh të tu është vështirë me gjyku. Gjana të tilla nuk janë të mirëseardhuna as për futbollist, mirë po as për futbollin në përgjithësi, por prapë po them kjo ka me met për me u shqyrtu në komisionin përkatës. Kanë me mbledh të gjitha elementet relevante, po e shohim se si nuza për një qetë, jashtë asaj po e kontrollon, po e monitoron situatën, edhe mendoj që ka me u marrë vendimin bazë të asaj se çka ka me qenë në deklaratat zyrtare të gjithë personave zyrtarë të përfshirë këtu. Ty e marrë parasysh edhe 2 futbollistë, edhe Betimin edhe Dukurin. Gjana të ndodhin shpesh herë edhe në afekt, prej nervozizmit të prum, prej probleme të cilat i përcjellin ekipet, ose për titull, ose për luftë për ekzistencë e tjera, mirë po nuk janë të mirëseardhuna edhe nuk i përshëndet kërkush. Por prapë po them, na prej këtuit nuk muj me gjyku asnjëni, për arsye se kemi po në transmetim, mirë po nuk e dim çka ka qenë mrana. Nuk e kemi ndëgju edhe është shumë vështirë me bo një ndamje të përpikt. Por gjithsesi, nëse ka diçka, atëherë me siguri që është e dënueshme. Nëse s'ka, kjo punë ka me u qetësu edhe me vazhdu matutje. E kemi po që ka qenë një ndërprejme, po mduket në fund u zgjat 15 minuta loja. Loja shtesë ka qenë, rreth krejt kësaj. Ka pas diskutim edhe referi me Dukurin një kohë gjatë, edhe me 2 kapitenat mas asaj, e ka spjegu situatën, edhe... Ka posa një gol të anullum që është rishiku nga 3 golla sot kanë qenë të anullum në ndeshi. Pikërisht. Të rasi anullum me i golit të dytë, aty ka qenë edhe një rishike me varë që ka sjell ndeshjen të një shtesë kështu ma të gjatë. Po, çdo rishike e ka kohën e vete. Mirë po thëm, këto e gjana, nëse ju kujtohet, edhe më herët ka qenë një futbollist që ka pas luajtur në Besiana, po i kujtohet një 7 shkurt që ka qenë. Po, me ngjyrë një brazilian i vogël i cili ka qenë shumë teknik i mirë edhe bikën sy me kornera kur e ekzekutoi ke kornerin me trinën e jashtme, me fillçin e jashtëm. Nëse kujtohet Bekimit i bën mend. Edhe mues. Ndoshta Llapa ambision. Po pse çalla shumë ambision ajo llap. Ai ka qenë ai çdo herë ai futbollist ma çdo lojë ka pas disa pretendime, ky më ka shojt, ky më ka ofendu, ky kështu, ky ashtu atë. Ka disa që e bojnë ato mirë, po nuk duhet me i marrë si të mirë qena. Unë e po them, nëse ka pas diçka, e na prej këtujt nuk jemi ata që muj me gjyku se se dim rendin, duhet me i prit të gjitha komunikatat, të gjitha komunikimet që kanë me u bo me komisionin e përkatës, edhe me e po çfarë vendimi po vjen. Për çfarë arsye po them? Ka shumë raste kështu në përbot. Ka raste, nëse kujtohet, kur ka qenë ajo kampanja, edhe na me ngjyrë jemi të njëjtë si të bartë. Apo ju kujtohet para ndeshjes kur ulshin në gjunin e djathtë, u përkulshin lojtarët, ka pas lojtarë të ekipit të njëjtë, i cili nuk është përkul. Edhe me ato ka përfundu. Pse? Sepse llogaritet që çdo kush e ka të drejtën e vetvetes me e shpreh në mënyra të ndryshme. Mirë po them, nëse ka diçka të tillë, ajo është e ndalueshme, sepse në të gjitha dokumentacionet që ekzistojnë të UEFA-s e të FIFA-s, racizmi nuk ekziston. E keni po edhe reklamën atje për lojë no to racism, por prapë po them nuk muj me thonë. Unë para emisionit edhe me ty edhe me Bekën, me të gjithë ju e folë edhe që Betimin e njohim se i kemi pas lojtarë edhe unë edhe Bekimi edhe ti ki lujt me Betimin, po më duket